Dhe kreu i juaj, për një jave, për ca ditësh, merë në dorë dosjen Kraksi. E morët vesh ju, dhe mikët mi italian me pyesin, çfarë donë kjo dosjen Kraksi? Me ca pyetje shtesë. Kraksi është socialisti që ja mbathi, pasi vodhi dhe u instalua në Tunizi. Po e dini mirë ju. Edhe këto vizitat e tij në vendet e gjirit duaj se kanë të njëjtin kuptim. Çfarë i duhet dosja Kraksit? Më thoni mua ju. Si ka mundësi që ky të marrë dosjen e Kraksit, tani më thoni pak. Ka mundësi sepse e din që është në rreth të kuq. Është në rreth të kuq nga shqiptarët. Shqiptarët nuk da falin atë. Është absolutisht i pa shpresë. Është bërë famoz. Aktet e tij janë bërë tashmë të njohura në mbar botën. Ju thoni se po e turproni Shqipërinë, se po e demaskoni e dira, po e denonconi. Po e turproni ai vetë njeriu Shqipërinë dhe çdo gjë me vjedhjet e tij, me qëndrimin e tij cinik ndaj fermerëve shqiptar. A keni ju në zonat tuaja fermer? Nuk keni, sigurisht. Se po të kishit, ju nuk lëshonit parlamentin pa ullë naftën. Ju nuk lëshonit parlamentin pa shtu fondet. Pa shtu fondet për vaditje. Pa ndryshuar sistemin fiskal. Po për ju, ata nuk ekzistojnë. Po kjo do të thotë të silli si fuqi koloniale ndaj qytetarëve, ndaj fermerëve. Dhe rrinit, lane, miljarda këtu, miljarda aty. A ju kujtojnë ju miljardat e Shellit? Ju kujtojnë ju se do krijonte fondin